se si po sillet kryeministri i Izraelit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe se çfarë po ndodh në Gaza, bazuar në gjithë raportet e Kombeve të Bashkuara apo të ekspertëve që janë marrë me atë punë, që është përtej mendjes njerëzore, domethënë që mund ta mendoj ajo që po ndodh me fëmijët edhe me popullsinë civile në Gaza. E gjitha kjo është jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për gjithë perëndimin në të tërën e vet, një kartë morale tmerrsisht e dobët, që e bën të tingëllojnë bosh të gjitha fjalët e mëdha që përdoren për drejtat e njerëzit, për demokracinë, për shtetin ligjor, për kështu me radhë. Kështu që në këtë këndvështrim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke humbur goxha dhe është, si thua, dukshëm perandoria në fillimin e rënies së saj. Rënjet e perandorisë zakonisht janë shoqëruar me military overstretch, domethënë me shpenzime ushtarake përtej mundësive, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash që kanë një buxhet ushtarak 1 trilion dhe kush i sa më shumë akoma, në kohën që kanë 35-36 trilion borxh, kanë sjelljen me shtetet e tjera në momentin domethënë military overstretch, borxhi dhe marrëdhëniet me aleatët nuk janë më ato që kanë qenë më përpara, janë marrëdhënie vasales më shumë se sa marrëdhënies aleatësh. Në këtë këndvështrim vjen dhe vasalit të braktisë momentin më parë. Dhe në këtë moment vjen